Furça dhe peneli i holl i skulptorit Ilirian Dalani është ndalur së fundmi për kurimin e skulpturës historike që paraqet imazhe peshku dhe vondolash. Ajo ndodhet prej vitit 80, buzë shëtitores Naim Frashi e brendashkruar në elipsin e një shatërvani. Për shkak të kohës së gjatë pa restaurim, kishte pësuar dëmtime dhe kjo ka rënë në syrin e skulptorit. E ka bërë Leskoligu, një nga kolegët tanë i respektuar, po koha bëri punën e saj. Viteve 80 e hoqëm peshkun dhe vendosën këtë. Kjo është një përbërje, një kompleks i tërë, të alternuara të gjitha me njëra tjetrën, po kështu siç ishte bërë s'kisha asnjë vlerë. Kurse tani kjo do marrë një formë të bukur, do freskohet e do të japë disa ngjyra të qeta deti, që të ndihet mirë dhe ambienti. Dalani thotë se ky kompleks skulpturor është në trajt klasike të derdhjes në beton, që Saranda e pranon, por që nga dëmtimet ka humbur çdo vlerë. Punimet në beton kanë qenë nga punimet klasike që janë përdorur, sepse ishte më thjeshtë dhe më bukur. Saranda ka një veti që e pranon betonin, pavarësisht se kripa bën punën e saj, po atëherë ishin kushte të tilla që ishin shumë të bukura. Edhe krijimet kanë qenë të gjitha serioze. Pranë skulpturës së shatërvanit historik, Ilirian Dalani ka instaluar këtë verë tezgën e suvenireve me punët prej mermeri që realizon. Dhe kjo e ka nxitur edhe më shumë për ta rehabilituar atë, por në këtë nisëm e ka nxitur edhe më shumë dëshira për të dhënë e për të lënë brezave diçka të bërë me dashuri për qytetin. Më jep kënaqësi të dëgjoj se këtë e ka bërë gjysh Lili, thot ai. Tani ke rendiment sepse është pjekuria artistike, është mosha, është dashuria që ne jemi bërë gjyshur, dashuria për ta, edhe duhet të lëmë diçka, që të thonë që këtë e punoj gjyshi Lili, është kënaqësi e madhe. Shatërvani historik me skulpturën me peshk e Guaska që shfaqet me vlerën e një vepre arti në të gjitha kohrat, ka qenë vend për shkrepje fotografish apo për selfie sot dhe shpesh si piktakimi mes njerëzve. Çdo ditë qershori, skulptura ka marrë jetë dhe dritë përmes ngjyrave të lehta, të bardhës së alternuar me bezh, që shija dhe puna e skulptorit Dalani i dha.